Përshëndetje për të gjithë. Sot do të diskutojmë një temë që ka prekur dhe vazhdon të prek shumë familje në mbar botën. A ka divorci prindërve ndikim negativ te fëmijët? Jetojmë në një kohë ku divorci është bërë një fenomen shumë i zakonshëm dhe shpesh herë shihet si një zgjidhje e pashmangshme për çiftet të cilat nuk mund të qëndrojnë më bashkë. Megjithatë, divorci nuk prek vetëm individët që vendosin të ndahen, ai prek edhe fëmijët. Fëmijët e prindërve të divorcuar shpesh gjenden në një situatë shumë të ndërlikuar ku duhet të përshtaten me ndryshime shumë të mëdha, siç janë ndryshime sociale, ekonomike apo edhe emocionale. Disa studiues dhe psikolog argumentojnë se divorci ka pasoja të rënda në mirëqenien dhe shëndetin mendor të fëmijëve, duke i shkaktuar atyre pasiguri, stres, ankth, depresion dhe vështirësi në krijimin e marrëdhënieve në të ardhmen. Ata besojnë se mungesa e një familje të bashkuar dhe ndryshimet e mëdha dhe të papritura shpesh e bëjnë fëmijët të ndihet i pasigurt dhe i lënë pas dore. Nga ana tjetër, disa të tjerë theksojnë se divorci nuk është gjithmonë një përvojë negative dhe shpesh herë mund të sjellë më shumë përfitime se dëme. Për shembull, në një familje të mbushur me konflikte dhe tensione të vazhdueshme, ndarja e prindërve dhe divorci i tyre mund të krijojë një ambient shumë të qetë dhe mund ta shpëtojë fëmijën nga një traumë e përjetuar jetësore. Pra, çështja që do të diskutojmë sot nuk është thjesht sa është divorci i mirë apo i keq, por se a ka ndikim negativ apo pozitiv të fëmijët dhe nëse po, në çfarë rrethonash. Këtë diskutim dhe këtë debat do na ndihmojë të shikojmë më mirë nga perspektiva të dyja palëve. Në këtë diskutim do të kemi dy pjesëmarrëse. Arianën, e cila do të argumentojë se pse divorci ka ndikim negativ në shëndetin mendor të fëmijëve. Kurse nga ana tjetër do të kemi Emën, e cila do të mbrojë idenë se divorci nuk është gjithmonë një përvojë negative, dhe se shpesh herë është një zgjidhje e cila është e domosdoshme në familje. Unë, Jonida, do të jem prezantuesja, do ta drejtoj këtë debat duke bërë pyetje dhe duke inkurajuar debatin mes pjesëmarrësve. Ju ftoj të dëgjoni me vëmendje këtë debat dhe argumentet e të dyja palëve, sepse ndikimi i divorcit nuk është i njëjtë për të gjithë fëmijët dhe varet nga rasti në rast. Le të fillojmë diskutimin me pyetjen e parë. Pyetja e parë shkon për palën pro. Cilat janë disa nga ndikimet negative të divorcit në shëndetin mendor të fëmijëve? Divorci është një ndryshim i madh edhe i shpeshët, sidomos në kohën e sotme. Fëmijët të cilët kanë prindër të divorcuar shpesh përjetojnë pasiguri emocionale edhe një ndjenjë të humbjes pasi që shohin se familja e tyre ka ndryshuar. Po ashtu fëmijët bien në gjendje si depresioni, të ankthit, të stresit, po ashtu nganjëherë edhe ndjenje të fajet të e po ose të e mendu se mos kanë bërë ndonjë gjë të gabuar të cilët i ka pru familjen e tyre në këtë situatë. Përveç kësaj, ndikon edhe në vetëvlerësim, në vetbesim për krijimin e marrëdhënieve më të shëndetshme e tjerë. Pra, pala pro po thekson se divorci mund të shkaktojë pasiguri dhe stres emocional, por pyetja shkon për palën kundër. A pajtohet me këtë, apo mendon se divorci nuk është gjithmonë negativ? Unë nuk pajtohem as pak me këtë. Është e vërtetë që divorci në fillim mund të jetë i vështirë, mirë po më pas fëmijët mund të ambientohen, sepse është shumë e lehtë që të jenë në një ambient stabil dhe të qetë, sa në një ambient ku ka vazhdimisht tensione, stres dhe grindje të përditshme. Unë mendoj që pas divorcit atëherë secili prind mund të përkushtohet më shumë në mirëqenien e fëmijës, se sa që të jenë në grindje vazhdimisht me njëri tjetrën. Në këtë mënyrë, pra, fëmija është në një ambient të qetë dhe po ashtu mësohet që të përballet me të gjitha gjërat që mund të vinë në jetë. Pra, divorci nuk është gjithmonë negativ, mund të sjellë shumë gjëra të mira tek fëmijët, edhe pse në fillim mund të jetë i vështirë, pastaj e kupton që është më mirë dhe më i qetë ashtu siç është pas divorcit. Pra, pala kundër po thotë që divorci mund të jetë një zgjidhje më e mirë sa një martesë plot me konflikte. Çfarë mendon pala pro për këtë? Sepse ka raste kur një martesë problematike mund të jetë e dëmshme, divorci nuk është gjithmonë zgjidhja e duhur. Fëmijët shpesh përjetojnë një humbje edhe pse prindi i ofron një ambient të ri, të mirë e tjerë. Fëmija ka me pas vështirësi me u përshtat me atë ambient, sidomos me gjetë kohën ose me nda kohën mes dy prindërve. Po ashtu nuk është e lehtë për një fëmijë, do me thonë, me përjetu divorcin, po ashtu edhe jetën familjare të cilat ju kanë ndryshuar përgjithmonë. Faleminderit për përgjigjet e juaja. Le të kalojmë te pyetja e dytë, e cila është për palën kundër, Emën. Ema, a mendon se divorci mund të ketë edhe ndikime pozitive? Po, patjetër. Në
Në shumë raste, divorci mund të jetë një ndryshim pozitiv tek fëmijët. Nëse një fëmijë rritet në një ambient ku prindërit kanë konflikte të vazhdueshme, ai mund të ndjejë ankth dhe pasiguri çdo ditë. Ngrirjet e tensionet mes prindërve ndihmojnë negativisht në stabilitetin emocional të fëmijës. Mirëpo kur prindërit divorcohen dhe krijojnë ambiente më të qeta për veten dhe fëmijët e tyre, kjo mund të ndihmojë që fëmia të ndihet më i qetë, i sigurt, po ashtu edhe të ndjejë mbështetje emocionale. Përveç kësaj, divorci mund të jetë një mundësi që fëmia të ndërtojë një lidhje më të fortë me secilin prind veçmas dhe të mësojë të përshtatet me ndryshimet në jetë. Pra, Pola kundër po argumenton se divorci mund të ndihmojë fëmijët të rritet në një ambient më të shëndetshëm. Si përgjigjet Ariana këtij argumenti? Në disa raste, divorci mund të sjellë një ambient të qetë, por nuk duhet të harruar se disa nga fëmijët mund ta përjetojnë tepër të dëmshme dhe të vështirë për me përballu. Ata shpesh ndihen edhe të ndarë ose si të refuzuar, të cilët mund të ndikojë edhe në zhvillim si për të rritjes së tyre. Faleminderit sërish për përgjigjet e juaja. Pyetja radhës shkon për palën pro, Ariana. A ndikon divorci në marrëdhëniet e fëmijëve me prindërit? Po, divorci ka me ndiku në distancën mes fëmijës edhe prindit. Nëse njëri prind largohet nga jeta e fëmijës, fëmija ka me pas vështirësi, edhe më vonë me kalu kohë me prindin e tij. Përveç kësaj, ka me ndiku negativisht tek fëmija, pasi që fëmija ka me pas vështirësi ose ka me mendu gjatë gjithë kohës se prindi nëse nuk ka lënë kohë me ta ose nuk ja dedikon, ai ka me një braktisje të thellë. Përveç kësaj, ka me qenë në një mungesë të besimit, po ashtu edhe në krijimin ose ndërtimin e lidhjeve me të tjerën. A mundem që të ndërlidhem? Po, patjetër. Kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Shpesh pas divorcit, prindërit përpiqen që të jenë më të përkushtuar ndaj fëmijëve të tyre. Pra në vend që të jetojnë në një ambient të tensionuar, fëmijët mund të kalojnë kohë cilësore me secilin prind veçmas. Në disa raste, marrëdhëniet mes fëmijëve dhe prindërve përmirësohen shumë, pasi që prindërit kanë më shumë kohë dhe energji për të fokusuar në nevojat e fëmijës së tyre, sepse nuk shpenzojnë energji në konfliktet e përditshme në lidhjen apo marrëdhënien e tyre. Pra, kemi dy perspektiva ndryshme. Njëra e cila tregon se divorci mund të largojë prindin nga fëmia, dhe tjetra e cila sugjeron se prindërit mund të bëhen më të përkushtuar. A mund të thuhet se kjo varet nga rrethona specifike të familjes? Po, çdo familje është e ndryshme dhe mënyra se si trajtohet divorci ka shumë rëndësi. Nëse prindërit komunikojnë mirë dhe mbeten të përfshirë në jetën e fëmijës, atëherë fëmia nuk do ta ndjejë aq shumë mungesën e njërit prind. Problemi lind kur divorci shoqërohet me konflikte të mëdha dhe mungesë komunikimi, pasi që kjo e bën fëmijën të ndjehet i ndarë mes dy prindërve. Faleminderit për këndvështrimet tuaja. Pyetja e fundit shkon për Emën apo palën kundër. A mund të ndikojë divorci në performancën akademike të fëmijës? Sigurisht, divorci është një ndryshim i madh, por kthehemi sërish se ndikimi në shkollë, si në çdo rast tjetër, varet nga mënyra se si prindërit e menaxhojnë situatën. Nëse prindërit mbështesin fëmijën dhe ruajnë një stabilitet emocional për të, ndikimi në performancën akademike mund të jetë minimal. Ka raste ku fëmijët e prindërve të divorcuar bëhen më të pavarur dhe të motivuar, duke parë edukimin si një mënyrë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për veten e tyre. Çfarë mendon Pola pro për këtë? A mundet një fëmijë prindërve të divorcuar të mos ketë as pak vështirësi akademike? Raste të disa fëmijë të cilët e ruajnë suksesin akademik, por të shumica jo, sidomos në fazën e parë të divorcit, të cilët përjetojnë ankth, depresion, në një gjendje emocionale të ulët, të cilët ju vynë motivim. Faleminderit shumë të dyjave për pjesëmarrjen. Ishte një diskutim shumë i vlefshëm dhe mendoj që të gjithë patë mundësinë të dëgjojmë dy këndvështrime të ndryshme mbi ndikimin e divorcit te fëmijët. Por para se ta përmbyllim, dua të marr nga një mesazh nga të dyja palët, drejtuar prindërve dhe fëmijëve që mund të jenë duke kaluar në të njëjtën situatë. Pola pro, çfarë do të doje të thoshe te prindërve dhe fëmijëve që janë duke u përballur me divorcin? Faleminderit për hapësirën e dhënë. Mesazhi im është fëmijët kanë nevojë për siguri, motivim. Mos i vendosni në konflikt, por jepuni mbështetje, dashuri etj. Unë mendoj që ky është një mesazh shumë i rëndësishëm. Po tema, çfarë do të thoshe prindërve dhe fëmijëve që janë në po të njëjtën situatë? Faleminderit për hapësirën. Mesazhi im është se më rëndësishme se sa një familje e bashkuar në letër
Është një familje e bashkuar me respekt, ku ka dashuri, përkushtim dhe kujdes të sinqert për fëmijët, pavarësisht statusit martësor. Faleminderit për këto mesazhe as të vlefshme. Për ta përmbyllur, dua të theksoj se çdo familje është ndryshe dhe nuk ka një formulë të saktë se si duhet përballuar divorci. Më rëndësishmja është që prindërit t'ju kushtojnë vëmendje ndjenjave të fëmijëve dhe t'ju ofrojnë atyre mbështetjen e nevojshme gjatë këtij procesi. Faleminderit juve që na ndoqët dhe shpresoj që ky debat ju ka dhënë një perspektivë më të gjerë mbi këtë çështje.